Vetëvendosje me atë sa pam, atëherë pse mos ta marr edhe qeverisje në këtë periudhë jashtëzakonisht të vështirë në cilën Kosova është, në këtë krizë me çrast do të kalonin disa vendime të rëndësishme edhe për vendin, siç është buxheti i shtetit, edhe pastaj potencialisht votimi i atij fondit të rëndësishëm për rritjen ekonomike të Bashkimit Evropian. E konsideroj në ngërçin e vazhdueshëm kur opozita ka shprehur gatishmërinë që nuk do të emërojnë ndonjë mandatar, është në diskrecionin e presidentes për të munduar për të shmangur zgjedhjet deri në momentin e fundit. Nëse ka pasur një kompromis nga lëvizja vetëvendosje duke zhvendosur emrin e zotit Kurti dhe zavendësuar atë me emrin e zotit Konjufca, i cili në vazhdimsi është trumpetuar si më unifikues nga opozita, ka gjasa që me gjitha të ta kemi... është trumpetuar për kryeparlamentar, po jo për kryeministër, se në kryeministër nuk do të unifikus. Po pajtojnë për me gjitha të në situatën ku jemi... Jo, dhe të me qenë pjesë e koalicionit. Po pajtojnë, po në situatën kur nuk po e pëlqim kandidaturën e zotit Kurti, në rregull, nuk po e marrim vetë, se nuk i kemi numrat dhe s'duam të bashkëqeverisim me njëri tjetrin, dhe nuk e duam as këtë tjetrin, çfarë doni ju? A pëtin, çfarë të ofrohet atyre njerëzve më shumë? Opozita nuk e ka detyrë me ta kryer qeverinë. Të qohet vendi në zgjedhje një pasnjëshme, nuk e mendoj që do të pëlqejë shumë prej qytetarëve. Në secilin verzion, shmangja zgjedhjeve të ndore... Po kush po e çon vendin në zgjedhje, zënia Hajdari? Po të gjithë nga pak. Nëse LDK nuk është e gatshme të bashkëqeverisë me lëvizjen vetëvendosje, pse nuk është e gatshme të bashkëqeverisë me PDK-n? Do me thënë, askush nuk po i vjen tamam këtë shoqëni, edhe askush nuk po preferon ta bëjë shumicën. Në nivel lokal kemi parë një blok në gjitha anët. Në shumicën e komunave ka marrëveshje në blok. PDK, LDK, AK,